Në episodin më të ri të serialit Rënia e Mbretit, marrëdhëniet mes personazheve hynë në një fazë edhe më të tensionuar. Kenan përpiqet të rikthejë kontrollin mbi situatat që po i dalin nga duart, ndërsa Andan përballet me pasojat e vendimeve të saj. Episodi sjell një kombinim të fortë emocionesh, konflikti psikologjik, xhelozi e krenarie dhe dëshire për të ruajtur kontrollin. Kenan dhe Andan në një marrëdhënie që po thyet. Një nga pikat më të rëndësishme të episodit është distanca që Kenan vendos mes tij dhe Handan, pas veprimeve të fundit të saj. Besimi mes tyre është dëmtuar seriozisht. Kenan nuk zgjedh të përballet drejt për drejt me të, por preferon një strategji tjetër, heshtjen, indiferencën dhe kontrollin nga distanca. Kjo sjellje tregon shumë për karakterin e Kenanit, edhe pse është lënduar emocionalisht. Ai nuk dëshiron të duket i dobët, përkundrazi, përpiqet të ruajë imazhin e një njeriu që kontrollon situatën dhe që vendos vetë se kur afrohet dhe kur largohet. Por ekziston një kontradikt interesante. Kenan pretendon se po largohet nga Handan, ndërkohë që vazhdon ta mbajë në vëzhgim. Kjo tregon se ndjenjat e tij nuk janë zhdukur. Ai mund të jetë i zemëruar dhe i shgënjur, por ende nuk është indiferent. Por pse Kenan nuk dëshiron të humbas kontrollin? Titulli Rënia e Mbretit lidhet shumë me këtë aspekt të karakterit të Kenanit. Ai është mësuar të jetë personi që kontrollon lojën, që vendos rregullat dhe që shpërndan kartat. Për këtë arsye, largimi i Andanit nuk është thjesht një çështje emocionale. Për Kenanin, ekziston edhe frika se dikush tjetër mund të përfitojë nga boshllëku që krijohet në jetën e tij. Kjo e bën situatën edhe më interesante. Kenan nuk dëshiron të jetë me Andanin në të njëjtën mënyrë si më parë, por as nuk dëshiron ta humbas plotësisht kontrollin mbi të. Kjo është një nga dilemat psikologjike më të forta të episodit. Kenan dhe Ozlem, përpjekja për të rregulluar dëmet. Ndërkohë, Kenan përpiqet të kompensojë negativitetin e fundit, duke bërë një surprizë të madhe për Ozlemin. Ky veprim tregon një tjetër anë të karakterit të tij. Ai e kupton se fjalët nuk mjaftojnë gjithmonë për të rregulluar një marrëdhënie. Prandaj zgjedh një gjest konkret, duke u përpjekur të rifitojë zemrën dhe besimin e Ozlem. Por këtu lindte edhe një pyetje interesante për publikun. A është ky një veprim i sinqert emocional, apo Kenan po përpiqet përsëri të kontrollojë mënyrën se si njerëzit rreth tij reagojnë? Kjo paqartësi e bën personazhin edhe më kompleks. Handan dhe Ekspozita, presion, ambicie dhe pengesa. Handan fokusohet te organizimi i një ekspozite perfekte, në pamje të parë. Kjo duket si një mundësi për të treguar forcën dhe pavarësinë e saj. Por rruga drejt kësaj ekspozite nuk është as pak e lehtë. Ajo përballet me pengesa të mëdha dhe të vogla, të cilat shtojnë stresin dhe presionin mbi të. Ekspozita mund të shihet edhe si një simbol i situatës së saj personale. Handan po përpiqet të ndërtojë diçka të bukur dhe të kontrolluar, ndërkohë që jeta e saj emocionale është gjithçka tjetër përveç se e qetë. Sa më shumë përpjekjet të kontrollojë çdo detaj, aq më shumë i shfaqen problemet. Fadi, një moment që ndryshon gjithçka. Një tjetër zhvillim i rëndësishëm lidhet edhe me Fadin. Orët e saj të prrallave përfundojnë me një surprizë të papritur. Por ajo që bie më shumë në sy është zgjedhja e saj. Fadi vendos të qëndrojë drejt dhe të mos e shtypë veten. Ky moment ka një rëndësi të madhe psikologjike. Ajo tregon një personazh që po përballet me realitetin dhe po përpiqet të mos humbas dinjitetin, dhe kur situata mund të jetë e vështirë. Çfarë tregon në tërësi ky episod? Episodi fokusohet vetëm te marrëdhëniet romantike. Në thelb, ai flet për pushtetin, kontrollin, krenarinë dhe frikën nga humbja. Kenan përpiqet të kontrollojë gjithçka, por sa më shumë që përpiqet të ruajë pozicionin e tij, aq më shumë kuptohet se ai vetë është i prekur emocionalisht. Handan përpiqet të ndërtojë një sukses të ri përmes ekspozitës, por përballet me pengesa që tregojnë se kontrolli nuk është gjithmonë i mundur. Ndërsa Fadi, në mënyrën e saj, përballet me një situatë ku duhet të zgjedhë mes dorëzimit dhe ruajtjes së dinjitetit. Ndërsa në episodin tjetër, historia merr një ktesë më emocionale dhe psikologjike, pas tensioneve dhe konflikteve të episodeve të mëparshme. Kenan përballet me të kaluarën e tij, ndërsa në të tashmen vazhdon betejën e tij të heshtur kundër Fikret. Në të njëjtën kohë, personazhet e tjerë përballen me dyshime, sëmundje dhe sekrete që mund të ndryshojnë marrëdhëniet mes tyre. Kenan përballet me të kaluarën. Një nga momentet më të rëndësishme të episodit është vizita e Kenanit në spitalin ku është trajtuar kur ishte fëmijë. Tani spitali është braktisur,
por për Kenanin ai nuk është thjesht një ndërtesë e vjetër, është një vend që ruan kujtime të dhimbshme nga fëmijëria e tij. Kthimi në këtë ambient na lejon të kuptojmë më mirë se pas figurës së fortë dhe autoritare të Kenanit, fshihet një fëmijë që ka përjetuar momente të vështira. Kjo është shumë e rëndësishme për analizën e karakterit të tij. Sjellja kontrolluese, dëshira për të dominuar dhe nevoja për të mos u dukur i dobët mund të lidhen pikërisht me përvojat që ka kaluar në të kaluarën. Pra episodi nuk na tregon vetëm se çfarë po bën Kenani, por fillon të na tregoj pse është bërë ky njeri. Kenan kundër Fikret, loja vazhdon. Ndërkohë, Kenan nuk e ndal luftën e tij kundër Fikretit. Ajo që bie në sy është mënyra se si ai vepron, me qetësi, durim dhe vendosmëri. Kenan nuk duket sikur kërkon një përplasje të drejtë për drejtë, përkundrazi, ai preferon të mendojë disa hapa përpara. Kjo e kthen konfliktin në një lojë psikologjike ku secili person përpiqet të kuptojë lëvizjen e tjetrit. Kenan është mësuar të jetë ai që kontrollon situatën, por episodi na bën të pyesim, a është Fikret kundërshtari që më në fund mund të detyrojë Kenanin të ndryshojë strategjinë. Fëmia para klubit, një anë e panjohur e Kenanit. Një nga momentet më interesante është takimi i Kenanit me një fëmijë në nevojë para klubit. Kenan vendos ta ndihmojë dhe ky veprim zbulon një anë të karakterit të tij që deri më tani nuk e kemi parë. Kjo sken ka edhe një lidhje simbolike me të kaluarën e tij. Kenan sapo është përballur me kujtimet e fëmijërisë dhe më pas takon një fëmijë që ndodhet në një situatë të vështirë, është sikur e kaluara e tij të përplaset me të tashmen. Ndoshta duke ndihmuar atë fëmijë, Kenan në një farë mënyre, po ndihmon edhe versionin e vogël të vetes që dikur kishte nevojë për dikë. Kjo e bën skenën shumë më të fuqishme se sa një akt i thjesht mirësie. Ozlem dhe dyshimet e saj. Ozlem vazhdon të ketë dyshime dhe nuk është e gatshme t'i besojë plotësisht situatës, por këtë herë ajo nuk qëndron pasive. Ajo mendon një plan të zgjedhur për të hequr dyshimet e saj dhe për të kuptuar më mirë se çfarë po ndodh. Kjo tregon se edhe Ozlem po bëhet gjithnjë edhe më aktive në lojën psikologjike të historisë. Ajo nuk dëshiron thjesht të dëgjojë atë që i thon të tjerët, ajo kërkon prova dhe përpiqet të zbulojë të vërtetën vetë. Kjo mund të krijojë probleme të reja për Kenanin, veçanërisht nëse ajo zbulon diçka që ai po përpiqet ta mbajë të fshehtë. Handan merr një lajm tronditës. Handan po kalon një periudhë të vështirë dhe situata bëhet edhe më e rëndë kur ajo mëson se një person i dashur për të është sëmurë. Ky lajm e vendos Handanin përballë në një realitet krejt tjetër. Në episodet e mëparshme, ajo ishte e përqendruar te problemet personale, marrëdhëniet dhe ekspozita. Tani një problem shëndetësor në rrethin e saj e detyron të përballet me frikën e humbjes. Kjo mund të ndikojë edhe në vendimet që ajo do të marrë më vonë, sepse momentet e krizës shpesh ndryshojnë mënyrën se si njerëzit e shohin marrëdhënien dhe prioritetin e tyre. Fati dhe sekreti Kasif. Problemet shëndetësore prekin dhe historinë e Fatit. Kasif po përballet me një sëmundje që po përparon, por ai ka marrë një vendim të dhimbshëm, të fshehë gjendjen e tij nga familja. Këtu episodi sjell një tjetër temë të rëndësishme, sekretet që njerëzit mbajnë për të mbrojtur familjen e tyre. Kasif mund të mendojë se duke fshehur sëmundjen po i mbron njerëzit e dashur nga frika dhe dhimbja, por në të njëjtën kohë, ky sekret mund të bëhet edhe më i rrezikshëm. Sa më gjatë që e fsheh të vërtetën, aq më e madhe mund të jetë ronditja kur familja ta zbulojë. Nëse e shohim episodin në tërësim, ekziston një temë që lidh pothuajse të gjithë historitë, e kaluara dhe frika nga humbja. Kenan përballet me fëmijërinë e tij, Ozlem përballet me dyshimet dhe kërkon të vërtetën. Handan përballet me frikën e sëmundjes së një personi të dashur. Kasif përballet me sëmundjen e tij dhe përpiqet ta fshehë. Ndërsa Fikret vazhdon të jetë pjesë e një loje, ku Kenan nuk dëshiron ta humbas kontrollin.